Samiti i 16 majit në Tiranë nuk është as nderim për Shqipërinë as pranimi i ndonjë roli strategjik në Europë. Ai është prova finale e një pazari para prak. Shqipëria të shndërrohet në një bazë rajonale për deportimin dhe strehimin e refugjatëve të padëshiruar në BE. Dhe Edi Rama është ai që e ka dorëzuar këtë vend në gjunjë në emër të investimeve të premtuara dhe mbështetjes diplomatike. Qeveria shqiptare pas një transparencë publike ka ndërtuar tashmë mekanizmin që e bën të mundur këtë funksion. Me urdhër numër 86 datë 7 maj 2025, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha i ka deleguar të gjitha kompetencat për emigracionin dhe azilin drejtoreshës Alma Bime. Ajo është emëruar në krye të një autoriteti të posaçëm, autoriteti për emigrimin, kufirin dhe qendrat e azilit. Një strukturë që po krijohet për të menaxhuar refugjatët që do të sillen nga jashtë. Në letër duket si një reformë teknike, në realitet është kapitullim politik. Qeveria shqiptare ka rënë dakord që territori i Republikës së Shqipërisë të shërbesi kam përqendrimi për të padëshiruarit e Europës, refugjatë që nuk i pranon Franca, Britania apo Gjermania do të sillen në Shqipëri. Kjo nuk është hipotezë, është plan në zbatim. Deklarata e kryeministrit britanik Keir Starmer gjatë vizitës së tij në Tiranë dhe pohimi i vet Edi Ramës se marrëveshja me Italinë do të shërbejë si model për vendet e tjera e konfirmojnë këtë projekt shumë palësh. Shqipëria është kthyer në plan B të BE-s për krizën migratore, një plan që nuk do të zbatojë kurrë në Kroaci, Sloveni apo Hungari, sepse ato janë pjesë formale e sistemit, ndërsa Shqipëria është pjesë për shfrytëzim. Por marrëveshja nuk ka ndaluar te Italia, Franca dhe Gjermania duket se e kanë dhënë miratimin e tyre. Dhe pas samitit të Tiranës nuk do të jetë më sekret që Shqipëria do të ketë kampet e saj në zonat që deri dje quheshin ushtarake si Gjadri. Madje më shumë, qeveria shqiptare po përgatitet për ndërtimin e zonave të reja pritjeje, sipas burimeve tona nga Ministria e Brendshme. Edhe struktura që do t'i menaxhojë këto kampe është krijuar paraprakisht 2 ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Edhe drejtoresha Alma Bime, megjithse kompetencat i ka zyrtarisht që nga 7 maj ka filluar të veprojë që më 25 prill me nxitim pas një konsultimi me publikun pa transparencë në kuvend. Edi Rama e ka mohuar në të kaluarën se Shqipëria do të bëjë kamp për refugjatët e të tjerëve. E tha me Melonin e përsëriti me Macronin, por tani jo vetëm që e ka pranuar, por po e udhëheq këtë projekt, duke u vetë ofruar si lojtar i rëndësishëm gjeopolitik. Vetëm se ky rol i madh ndërkombëtar ka një çmim të turpshëm kombëtar, shndërimin e Shqipërisë në parkim politik për krizën e BE-s. Në këtë skem fitoria e zgjedhjeve të 11 majit, e shpallur nga Brukseli e Londra, ende pa u certifikuar zyrtarisht, është vetëm shpërblimi diplomatik për marrëveshjen që është firmosur me zë të ulët dhe me kokën poshtë. Rama ka ofruar tokën, autoritetin, infrastrukturën dhe heshtjen dhe BE po e shpërblen me lavdërime përderisa ai pranon të mbaj barrën që askush tjetër në Europë nuk e mban dot. Ndërkohë shqiptarëve u shiten premtime për turizëm, zhvillim dhe ndërtim, por në realitet kërkohet që Shqipëria të jetë porta e pasme e një Europe që nuk do të përballet me krizën në mënyrë të drejtë për drejtë, por thjesht të shfaqsohet përmes eksportit të përgjegjësisë. Dhe kështu Edi Rama po firmos projektin më të madh të braktisjes kombëtare të kohës sonë. Sepse kjo nuk është vetëm një çështje e kampit të Gjadrit, nuk është vetëm një numër çadrash, është një projekt që shkërmojë kuptimin e sovranitetit, drejtësisë dhe dinjitetit. Edhe ndërsa ai do të buzëqesh në foto zyrtare me liderët e BE-s në Tiranë, Shqipëria do të jetë vetëm sfondi i një marrëveshje ku roli i saj është të mbajë ato që të tjerët e hedhin poshtë.